Atëherë, Komisioni për Reformën Zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vrasë partitë e reja, të vrasë alternativat në këtë vend, të vrasë demokracinë. Unë nuk e kuptoj, zoti kryetar, se si maggioranca dhe opozita bëhen bashkë dhe fshehurazi ngrën një komision pa përfshirë partitë e reja. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Vazhdoni, vini dakord bashkë për të vjedhur bashkë. Dhe me këtë komision këtë do bëni. Spari, dua t'i falenderoj dy kolegët nga maggioranca dhe opozita që kanë bërë të mundur negocimin e këtij teksti përfundimtar të këtij projekt vendimi, i cili u mor, do të vi dhe do të sqaroj edhe ty. Ndoshta nuk e ke lexuar, por je pjesë e këtij komisioni dhe kemi marrë parasysh të gjithë traditën parlamentare shumë vjeçare. Është e pamundur që në një komision të posaçëm të përfshihen të gjitha partitë politike. Në këtë rast, për herë të parë në historinë e komisioneve të posaçme të reformës zgjedhore, janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk di të lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjedhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Prandaj gënjeve, dhe ti që bën interesantin këtu, se ditën takohesh me këta për nxjerr kandidat. Dhe këtu vjen dhe këtu i shan pastaj. Kjo është pjesë e integritetit moral të çdo njeriu që edhe ulet në tavolinë, edhe i shan bukën këtyre. Edhe u merr kandidatin, edhe u fut kandidatin këtyre dhe vjen pastaj tua që kanë bashkë me ty. E para, ne nuk bëjmë pazar me askënd. Ajo që ka rëndësi për grupin parlamentar të Partisë Socialiste është që të ngrihet komisioni i posaçëm të reformës zgjedhore, të hedhim hapat që duhet i hedhim menjëherë, duke i thënë sot komisionit posaçëm që brenda 31 dhjetorit duhet kemi gati draftin për ligjin e financimit partive politike. Duhet i japim fund mënyrës se si financohen partitë politike në këtë vend për të ngritur një standard të ri të transparencës së çdo qindarke që marrin partitë politike për të dhënë fund historive me miliona dollar që paguhen për lobingje apo histori të tilla. Dhe prandaj detyra e parë e këtij komisioni është kjo. E dyta, për ta ditur ti që s'ke për të marrë vesh kurrë nga kjo punë. E rëndësishme është që të shkojmë përpara me depolitizimin e komisioneve të administrimit zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit treguan që partitë politike të paktën nga njëri krah kanë humbur besimin tek numrimi i votave me përfaqësues partive. E prandaj duhet ta domosdoshmërisht dhe ti duhet të jesh i pari që duhet ta mbështesësh këtu depolitizimin e komisioneve, sikurse e thot OSBE deri. Prandaj sa për kërkesën për të mos ta marrë fjalën të deputetit që me të drejtë ka drejt ankot, jo ky. Po ky është një populist. Ai djali atje i partisë Lëvizja Bashkë ka një të drejtë, thotë që kam një mandat apo zonja nga Shqipëria bëhet, ka një të drejtë se nuk është përfshirë, se ky që vërtet është përfshirë, është antar i komisioni, po gënjen, ja ka marrë dorën kësaj pune. Zotëri, është e pamundur që të bëhet një komision i posaçëm me të gjitha partitë. Por je i mirëpritur në mbledhjet e komisionit posaçëm të bësh të gjitha dhe ke të gjitha të drejtat sipas asaj që e kanë dhe deputetët e tjerë. Në fundit, kjo është marrëveshja, asnjëherë nuk ka një konsensus 100%. Sot jemi para një situate që kemi konsensus 99%.
pra 99% e kuvendit ka këtë formulë. Kjo është demokracia, shumicë me 99%, më shumë se kaq nuk arrin dot. Faleminderit, na vaf mbar puna e komisionit. Faleminderit zoti Balla, zoti Kılliçi ka fjalën.